Nërmiq, selamu alaikum, mirë sërish jemi sërish në takimin e përditshëm në këtë muaj të bekat të Ramazanit dhe jemi pikërisht në këto momente me shumë vlerë për çdo besimtar. Jemi në këtë muaj të bekat ku besimtarët garojnë për vepra të mira, garojnë për pendim dhe falje tek Zoti. Dhe për të folur pikërisht mbi faljen, mbi pendimin, se si t'i kërkojmë falje Zotit ton për gabimet tona, për mangësitë tona, për paudhësitë tona, ne kemi ftuar sot një hoxh i cili kryesisht njihet për pajtimin mes njerëzve, por gjithashtu e punon fort dhe për pajtimin e njerëzve me Zotin e tyre. Jemi me hoxhën e nderuar Fatmir Latifi. Hoxh, mirë se vini. Mirë se u gjej, vëllai Ilir. Faleminderit në ftesë. Allah shpëlbeft, hoxh. Hoxh, ne do flasim për pendimin, për atë moment se si të kërkojmë falje Zotit ton. Dhe jemi pikërisht në këtë muaj ku mbi të gjitha kërkohet muaj faljes. Si ndikon një pendim i sinqert në pastrimin shpirtëror të besimtarit, pra si bëhet ai më i mirë, përveç faktit që duke u penduar Zoti ia fal gjunahet të kaluarën e tij. Bismillahirrahmanirrahim. E falenderoj Allahun që na mundsoi ta përjetojmë muajin e shenjtë Ramazan, në muajin e faljes, muajin e mëshirës, muajin ku ne do t'i pastrojmë zemrat tona, shpirtat tanë, në mënyrë që t'i qasëm i këtij muaji në rrugtimin tonë përbashkët drejt kënaqësisë Allahut, pa asnjë pengesë, sepse Allahu te bareka u taala na fton që të na pranoj pendimin tonë, ne t'i pendohemi vetëm atij. Prandaj më e mira bukur, e cila nuk ka laps e asnjë dietar që dhe me shkru, e asnjë gojë e cila din bukur me folje, me artikulu, me tregu sa bukuria mrekullia është njeriu me kon rob i madhërisë Allahut. Për shkak se Allahu dhul xhelal thot tubu ila Allahi jamian ayyuhal mu'minun. Pendohuni të gjithë tek Allahu o ju besimtar. Besimtar janë shkalla më e lartë e mundshme e njerëzimit, ata që i besuan Allahut. E pikërisht besimtarëve për ju kërkohet që të kërkojnë falje, madje thot Zoti la'allakum tuflihun. Allahu do t'ju shpëtoj. Por si ka mundësi kjo të ndikoj në pastrimin e zemrave tona? Nëse hidhni vështrim sa bukur Allahu në surën El-Bekare, janë dy raste me të njëjtën tematik. Ibrahimi a.s. me Ismailin a.s. babë dhe birë, për ndërtojnë qabën. Masi e përfundun projektin madhështor ngritjen e asaj godine të bekuar, e cila me plot kuptimin e fjalës e ka rrënje dhe themelet e saj në zemrën e çdo besimtarit. Ibrahimi a.s. e luti Allahun që ta dërgoj prej gjiut këtij vendi një njeri i cili do t'i udhëzoj, e do t'i mësoj, e do t'ja pastroj zemrat e tyre. Një 4-5 faqe më vonë e vren në surën El-Bekare, Allahu dhul xhelal e përmirëson radhitjen e lutjes së Ibrahimit. Në prioritet e vënon kërkimin e pastrimit të zemrave, e shpirtave tanë, që është një mundësi reale, çlirim emocional, pendimi është çlirim emocional. Pastaj është një renovim i madh i shpirtit, sepse shpirti na është dhënë në posedim i pastërt. Po gjatë rrugtimit i tij ai përlyhet me mëkate, me lëshime, me devijime, me shpesh herë me nxitime. E në këtë rast njeriu e ka një mundësi të artë që të çlirohet nga këto brenga, nga këto robëritë të cilat e kanë glabruar, e kanë humbur rrugtimin e tij. Edhe në plot kuptimin e fjalës, tash e ka mundësinë e artë të pendohet edhe të njëjtën kohë të hap rrugë vetës tij drejt ardhmërisë që pepret. Pa e pastruar terren, nuk ka mundësi të bëhet rrugtimi i sigurt drejt kënaqësive të Allahut te barekutaala. Pra i heq këto barra, këto ngarkesa që e shoqërojnë jetën e shoqërojnë jetën e njeriu, edhe kështu ai çlirohet emocionalisht, e bën një renovim komplet sikurse shtëpitë tona që kanë nevojë për një renovim, edhe kjo shtëpia jonë e cila këtu e ka vendin ajo devotshmëria. E devotshmëria nuk zën vend atë shpirti i cili nuk është i pastruar. Prandaj pendimi është një mundësi e artë që të pastrojmë vendbanimet e imaneve tona në mënyrë që ato pastaj të lëshojnë rrajnë e pastaj të japin flytet e veta me gjuhët e tona, tamam sikur është edhe për kufizimi i imanit të ehlus sunneti, besim me zemër, artikulim me gjuhë edhe
ekzekutim me vepra të cilat pastaj ato frytet ne pa fije dyshimi do t'i vjelum gjatë rrugtimit të drejt kënaqësive të Allahut dhul xhelal. Prandaj nuk është edhe rastet dhe e çastit ku thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam at-taqwa ha huna. Prandaj këtu është ndikimi i pendimit për t'ia rregulluar devotshmërisë vendbanimin pikërisht në këtë zamër për ta pastruar shpinën e devotshmërisë, vendbanimin e saj në mënyrë që ajo ta gjej qetësinë emocionale, rahatin e saj shpirtërore pas një trazimi shumë të madh, për shkak se mëkatet e trazojnë, sikurse ania e cila është duke lundru në valët e detit, nëse ato janë të qeta, aja ecë lundron bukur, por unë Zot nëse merr ndonjë batic edhe valët pastaj dinte përplasin shkembin, pastaj lundrimi është shumë i rrezikshëm edhe mund të jetë me pasoja fatale. Kështu është edhe kur shtëpia e jonë zemra, e cila është shtëpia dhe vendbanimi i imanit ton, nëse nuk e ka atë pastërtinë shpirtërore, atë qetësinë e saj, atë rehabilitimin cilin duhet ta gëzoj kjo zemër, pa fije dyshimi, imani pastaj nuk e ka atë shijen të cilin neve na mëson Zoti, pastaj e kemi pa në biografinë e Muhamedit alayhis salam, tek sahabët, tek tabenë, tek burrat e mëdhej, heroj dhe heroinat, të cilat me plot kuptimin e fjalës kur e shikon jetën e tyre, edhe jep një vështrim të interesant, e shet që konkretisht ato fuqit dhe forcat e imanit cilat buruan dhe bën vepra gjigante këta njerëz, erdhën pikërisht ata kujdesen për atë shtëpinë në të cilën ne shpesh e kemi harru për shkak angazhimeve dhe hamendësimeve tona në jetën e përditshmërisë. Dhe shpesh shohim edhe individ, po ndoshta edhe vetë bijmë në këtë gabim ku duam të bashkojmë mes devotshmërisë edhe zemrës së papastër. Pra nuk kultivojmë mirë pastërtinë e zemrës, po mundohemi ajo është sikur ta adhurojmë shumë pa pastruar të brendshme. Ajo është sikurse me marr pastërtinë për mbi tesh. Nuk pastrohet trupi. Duhet me pas kujdes, në këtë rast është një mundësi e artë, se kemi ardhur në një muaj në të cilën bëhet pastrimi i brendshëm. Fitoria, fuqia jonë, bashkimi jonë, fillon nga brendësia jonë. Veprat e gjymtyrëve tonë, nëse nuk e kanë bazën të veprat e zemrave tona, që do duhet me buru nga pastërtia e shpirtave tonë, nuk e kanë efektin e saj. Vallahi ky balli i bukur, nëse nuk bie në sejdë, pikërisht nëse nuk i ka rrojnë nga balli i zemrave tona, edhe këto gjymtyrët e zemrave tona, veprave tona, ato nuk e kanë efektin. Për këtë arsye na sot kemi çalim të madh. Për këtë arsye na shpesh herë nuk jemi duke shiju ëmbëlsinë e imanit tonë, ëmbëlsinë e leximit të Kuranit. Prandaj ka njerëz që shpesh kushtojnë adhurimet, i shtojnë dhe arroganca, sepse nuk është për vendin e vet. Për shkak se vija është e shkputur. Na duhet ta lidhëm këtë vijë. Kur të lidhet kjo lini, pa fije dyshimi, me emrin e Allahut, efektet e saj do të jenë tetë pozitive. Edhe pikërisht atë të cilën e kanë prezantuar gjeneratat e para me rregullat e tyre, me atë bukurinë e veprave të tyre, me atë modestinë e sjelljeve të tyre shembullore, e vren pikërisht se kjo lini kanë funksionuar dhe në asnjë rrethon nuk është rreziku. A ne gjeneratat e kësaj kohe, kësaj gjenerate, kësaj brezi, kemi domethënë një shkputje mes asaj të brendshmes tonë dhe të jashtmes tonë. Jemi të fokusuar në të jashtmen duke hyrë hak të brendshmes. Prandaj muaji i shenjtë Ramazan do duhej të luajë rolin të jetë konstruktiv në pastrimin e zemrave tona, në ndërgjegjësimin e shpirtave tonë, edhe në ngritjen e veprave madhore, virtyteve që i posedon çdo zemër e besimtarit. Dhe ndërkohë ka njerëz që ndoshta nuk din të luten plotësisht, nuk i din kushtet kryesore që falja apo pendimi i tyre të jetë i plot. Cilat janë disa nga kushtet themelore për të patur një pendim të plot? Tek thyri tan, tek krijuesi, është intuit e bazës së zemrave tona. Se zemra kërkon njeriu të ju kthehet krijuesit vet. Shpirti e kërkon strehen te Zoti vet, te Allahu, krijuesi i gjithësisë. Prandaj ato janë kushte të lehta, të thjeshta, aq të prekshme, të cilat Allahu na i ka mësuar, pejgamberi na i ka artikulu, sallallahu alaihi wasallam, shokët edhe të gjithë paria e ummetit na i kanë nderu, na i kanë zbërthy, na i kanë qëru, na i kanë dhënë as të lehta mi kuptu, saqë çdo vepër të ne fillon prej sinqeritetit, bëhet me shpirt, me zemër, për hir të Allahut. Thuaj ti o Muhammed, vërtet namazi im, kurbani im, jeta ime, vdekja ime është për Allahun. Prandaj pjesa kryesore e bazamentit çdo ibadeti ndërtohet në kthimin ton drejt Allahut, në pendimin e tobe.
kthyrje tek Allahu të jetë për hir të Allahut. Të braktiset mëkatin qast. Dhe në asnjë rrethon mos të mendohet kthimi në të. Kjo është të jetë për hatër të Zotit. Të jetë për hatër të E Allahut. dyta është po, braktisja apo largimi nga ky gjëna, edhe të njëjtën kohë kërkesa e besimtarit që në vazhdimsi të bën vepra të mira në mënyrë që këto vepra të mira pastaj të shlyn këto mëkate. Sa bukur e thot një dietar, shumë bukur. Allahu ty të sheh kur bën gjëna. Pastaj e mbjell në zemrën tonë keqardhjen. Njeriu ndjen keqardhje pse ka bërë atë mëkat. Edhe mundohet me mbulu. Pastaj kjo keqardhje shndrohet në fuqi pozitive që ti ta kërkosh faljen e Allahut. Edhe ty të inspiron Allahu për të fal, për kërku falje. I kërkove falje Zotit, ta fali Zoti, e pastaj atë falje Allahu ta mbulon, e pastaj atë të keqe në të mirë ta shndron, edhe pastaj shejtani aq është i dhënum ty, edhe në vetveten e vet, se thot i biri Ademit i bëri mëkat Allahut, u penduja pranoj, kurse une e mëkatova Allahun, edhe arroganca më bëri që t'jemi përjashtuar nga mëshira e jashtëzakonshme e Allahut ati kufshëm fal. Dhe ndërkohë shumë njerëz ndodh që i kanë punë të mirë në jetën e përditshme. Dhe duke i patur punë të mirë kështu, e ndjejnë si të panevojshme që të pendohen, sepse ndoshta përmes materializmit të tyre mendojnë se edhe tek Zoti nuk ka nevojë që të pendohen për diçka. Sa rëndësishme është njeriu ta ndjejë veten të mangët në raport me Zotin, ta ndjejë veten gabimtar në raport me Zotin, edhe nëse nuk është duke bërë një gjunaf të madh, sepse ju thatë që Zoti i ka kërkuar besimtarëve që të pendohen, atyre cilët janë të mirë në jetën e tyre. Derisa Allahu Azza wa Jalla i kërkoi besimtarëve, që është shkalla më e lartë e njerëzimit, e inteligjencës, ti je besimtar i Allahut krijuesit tënd. Pa fije dyshimi, kjo është një çështje tepër e cila i përshtatet njeriu. Edhe është shumë e rëndësishme që ky njeri të kërkon faljen e Zotit, sepse duke kërkuar faljen e Zotit, ky e kërkon lartësimin. Ky njeri do të ngritet. Njeriu në brenda kërkim faljes i fshihet atij një urtësi shumë e madhe që do ta ngrit Allahu. Nuk ka njeri në botë e që nuk ka nevojë për faljen dhe kërkimin e faljes. Përderisa pejgamberët e Allahut ishin të cilët asnjëherë nuk u ndalën se kërkuari falje tek Allahu. Edhe njerëzit më të plot, njerëzit më të mirë, njerëzit më të ngritun, njerëzit me vetdije më të madhe, më të mundshme për të arritur kënaqësinë e Allahut, dhe prap i kërkonin falje Allahut dhe e ndjenin keqardhjen në mungesë perfeksionit të krahasim pejgamberët e Allahut me njerëzit në asnjë rrethon nuk kanë mundësi as të krahasohen në ibadetet dhe adhurimet që ja bojnë Allahut te baraka u taala. Prandaj gjithmonë njeriu i cili e kërkon faljen tek Zoti, ai do të ngritet, do të ngjej qetësi shpirtërore, çlirim emocional, edhe të njëjtën kohë nuk ka më kënaqësi më e madhe se ti u rrëfehesh Allahut, krijuesit gjithësisë. Kjo mundësi është dhënë në fenë tonë që ne jemi të lidhur direkt me Allahut. Nuk kemi nevojë të rrëfehemi krijesës ose dikujt i cili gëzon një autoritet apo një pozitë pavarësisht në shoqëri, nuk ka nevojë ky njeri të trokas në dyert e tij, por trokitja jonë do të duhet të bëhet direkt tek dyert e Allahut që ato nuk din të mbyllen asnjëherë. Pra, shpesh pendimi është dhe burim kënaqësie dhe lumturie për besimtarët, sepse kryesisht është habitshme që më së shumti që pendohen janë ata që janë besimtarë dhe më të mirë, ata që janë më të kujdesshëm, më të ruajtur, më pak gabimtar, dhe më së pakti që pendohen janë ata të cilët janë më arrogantë. E vërtet. E kundërt duhet të ndodhë praktikisht. Për këtë arsye, njeriu i cili është më i pendueshëm, është më i afërt te Allahut. Ai e din vlerën e pendimit. Ai e din se shkalla për parimin e tij, rruga për të çuar drejt çlirimit emocional, drejt renovimit të shpirtit që përmendëm më herët. Pa fije dyshimi, edhe kujdestaria që do duhej për këtë pozitë që ta dha Zoti në rujtjen e këtyre amaneteve tek Allahu, bëhet nëpërmjet kërkim falje, sepse kërkim falja e fuqizon besimtarin. Kërkim falja e bën më të mençur, më të zgjuar,
më të sjellshëm, më të ngritun, më të kujdesshëm përballë fortunave të mëkateve edhe të njëjtën kohë jetës në të cilën ballafaqohet ky njeri. Andaj ai i cili e kërkon faljen e Allahut, ai do ta gjejë qetësinë e shpirtit të tij, kënaqësinë e jetës në këtë botë, edhe çdo përpjekje të tjerëve për ta penguar rrugtimin e tij mes tij dhe krijuesit gjithësisë, pa fije dyshimi ai do ta gjejë në kuadër të lodhjes atë energjinë tepër të madhe për të vazhduar, sepse shpirti e ka të ushqimin e vet. Njëra prej ushqimeve të këtij shpirti, pa fije dyshimi, është edhe kërkim falja, që pastaj kur njeriu është stabil, qëndrimet e besimit ti edhe e ushqen me istighfar, me kërkim falje, me tobe istighfar, rrugtimi i tij drejt kënaqësive të Allahut është shumë i madh dhe shumë i lehtë, edhe pa fije dyshimi është shumë i sinqert, e Allahu veprën e sinqertë dhe përpjekjen serioze që e shet tek robërit e vet, pa fije dyshim e jep edhe e fuqizon këtë besimtar. Ndërkohë, nga të parët, por se edhe nga të vonshmit, dëshmohet vazhdimisht se istighfari, pra kërkimi i faljes, ka mirësi të habitshme. Pa fije dyshim. Pra shumë njerëz i kanë rregulluar shumë problematika përmes istighfarit, ju janë hapur dyert e bereqetit, i është pastruar zemra, ka ndryshuar jeta e tyre, familja e tyre, cilat janë disa nga përfitimet, nga ato benefitet që në jetën e kësaj bote të istighfarit. Istighfari jep njeriu një mundësi çka nuk jep atij tjetrit i cili nuk e ka provu. Ai i cili ju ka kthy Allahut, ai e ka dëshmu kënaqësinë që priton zemra dhe shpirti i tij, se njeriu është i krijuar për t'ju nënshtruar krijuesit të vet, për me qenë në afërsi me Zotin e vet. Zoti nuk thot rastësisht në Kur'an wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kthejuni Zotit juaj dhe dorëzojani çështjen vetëm atij. E këtë rast kur njeriu kthehet Allahut, ju ka kthy realitetit dhe intuitës tij. Një rob i sinqert, serioz, edhe i gatshëm për ta përjetuar kënaqësinë e Allahut. Kënaqësia e Allahut, rruga të çon drejt istighfarit, sepse aty fillon jeta shpirtërore, emocionale, ta merr shijen e vet, ta përjeton gjallërinë e tij. Pastaj ai i cili kërkon faljen e Allahut, Allahu Azza wa Jall do t'i bëjë zgjidhjen e shumë çështje enigmatike të jetës tij, do t'i hap dyert e nafakës, do t'i mundsoj Allahu t'i dhuroj fëmijë atij i cili është i privuar nga fëmijët. Këtë ka thonë Zoti me Kur'an në surën Nuh, pastaj edhe përditshmëria, qoftë në të kaluarën apo të tashmen, sa njerëz të cilët kanë qenë të sprovuar në mungesë të fëmijëve, në mungesë të nafakës, që themi ne, janë hapur dyert e këtyre mirësive, këtu begative, pikërisht kur njeriu ka insistuar dhe nuk është dorëzuar përballë insistimit të tij në kërkim falje. Kemi raste të përditshmërisë ku njerëzit ankohen edhe pastaj nuk kanë lënë dyert të institucioneve spitaleve të ndryshme për ta rregulluar këtë pengesë, edhe kanë pasur gjithçka është në rregull, edhe nuk kanë ngel tjetër përveç se të kërkojnë sugjerime, dhe i kemi sugjeruar, i kanë sugjerohen në vazhdimsi që nëpërmjet kërkim faljes, kërkoni falje, thuni astaghfirullah wa tubu ilej, kërkoni falje tek Allahu me zemër, me shpirt, në pjesën e tretë natës, ku zbret Zoti ju në qiellin e dynjas, edhe i kërkon dhe i thret dhe i pranon ata që i kërkojnë falje, Allahu te baraka u taala sa fëmija kanë ardhur në këtë botë si rezultat i kërkim faljes së prindërve tyre. Sa suksese të mëdha njerëzit kanë përjetuar si fryt dhe rezultat i kërkim faljeve. Sa njerëz të burgosur pa të drejtë dyert e burgjeve janë hap si rezultat i kërkim faljeve. Sa dietarit kanë zonë vende në tokë, në hapësirat tona, qofshin aty ku janë me shumicë apo me pakicë besimtarët, mu për shkak dobi prurjes të cilën ka sjell kërkim falja. Andaj gjitha të mirat e Allahut që sot njerëzit i përjetojnë edhe na mbron Allahu, sa fatkeqësi ne i kemi te i kalu, sot tërmet e Zotit na kanë shpëtu, sa vërshimeve njerëzit i kanë anashkalu, mu për shkak istighfarit besimtarve, e shpesh herë na nuk e dimi që
pikërisht në realizimin e shumë projekteve të davetit ton kanë ardhur si rezultat i kërkim faljeve të besimtarëve. Kemi në përhistori raste të natyrave ndryshme, shpesh herë hoxhallarët, dietarët, komentatorët i përshkruajnë bukur me stilin e lapsit tyre, por edhe me shpjegimet e ndryshme të cilat lojnë bresa edhe për t'i ndëgjuar, por hala më interesant do të mbetet mbreslënse vetëm me praktikuar dhe me përjetu. Prandaj istighfari është prej atyre adhurimeve, për atyre lutjeve që kërkohet që besimtari ta bëj me 10 herë, ndoshta me 100 herë, ndoshta po themi dhe me mijëra herë, dhe këtë e gjejmë dhe tek të parët tanë të cilët vazhdimisht istighfarin e kishin pjesë të po themi të jetës së tyre. Këtë kemi model të Muhamedi alayhis salam, i cili brenda një çasti kërkonte falje prej 70 deri në 100 herë, duke thënë astaghfirullah tubu ilej. Andaj istighfari e ka një rrugtim interesant gjatë jetës së vet, sepse besimtari mund kudo që të jetë, mund ta kërkoj faljen dhe të bën istighfar Allahun azza wa jall. Pa fije dyshimi, qoftë rata, apo qoftë ulun, apo qoftë i shtrim, apo qoftë duke pushu, apo qoftë duke punu, apo qoftë duke lexu, apo qoftë duke meditu në vazhdimsi në çfarë do rrethane, në çfarë do situate që gjendet ai, e kërkon istighfarin, madje nuk do duhet bëhet vetëm rutinore, por në të kohë të shoqërohet me një meditim se kujt tipi kërkon falje, atij i cili don, ai i cili nuk jek dorë, ai i cili kur ti u bën ish kujdesu ndaj tij, ai ish kujdesi i tij ndaj teje ishte shumë i madh. Edhe në asnjë rrethon nuk mungoi kujdesi, roja e tij, mburoja e tij për ty, ndaj teje në vazhdimsi të ka mbrojt përpara, të ka mbrojt mbrapa, të ka mbrojt pis lartit, ka mbrojt nga poshtë, ka mbrojt anash. Ai është Allahu, ai i cili na don, ai i cili kujdeset për ne, kur ne e shfaqëm këtë dëshirë, këtë vullnet që t'i dorëzohemi atij, që ai të na fal ne, që ai të na mbulon, që ai të na mbroj, që ai të na motivoj, që ai të na lartësoj, ai të na ngrit, ai na ka për dorë. Edhe kur ne shpesh e hekum dorën prej dorës tij, ai prap na ngjet dorën, edhe nuk lëshon prej dorësh, sepse ai ty don. Ai ty don kur ti habitesh, mashtrohesh, pas joshjeve të kësaj bote. Është i plot fuqishëm. Lutna që kena Allah. Ndodh shpesh që kërkojmë falje për gabimet tona, për mangësitë tona, por se ka raste kur faji dhe gabimi jon nuk është aq i vogël. Ndoshta i kemi hyrë në hak dikujt tjetër. Pa fije dyshim. Edhe po pendohemi, ndoshta edhe në një të retën e natës, por se si ta kurojmë pa drejtësinë që jemi duke bërë atë tjetrit. Nuk kryen kërkim falja punë, edhe nuk ka efektivitet derisa nuk e kuptojmë që kemi gabu. Kur e kuptojmë që kemi gabu, atëherë ajo është kuptim plot. Edhe haprimi jonë drejt kërkim faljes pastaj është më i lehtë. Motivacioni është me plot shije të bukur dhe nuk ngelet njeri së rreshtur edhe insistuari për të kërku falje në vazhdimsi. E në veçanti ndaj atyre që ju kemi hin hak, ndaj atyre që e kemi bë pa drejtësi, herë me vëmendjet tona, me qëllimet tona, për shkak ndikimeve të natyrave ndryshme, qoftë prej vezveseve të drejtshit, apo për shkak mëkateve tona, që na është humb busulla jetës tonë gjatë rrugtimeve dhe përplasjeve që i sjell jeta e njeriu në jetën e kësaj bote, apo qoftë edhe pa qëllim. Ne do gjejmë mekanizma, mënyrë, rrugë, shtigje që të rrokasum të dyert e personit në fjalë. Nëse pranon me fol me ne, nëse pranon me bisedu, nëse pranon bisedën dhe ndëgjimin, jo vetëm atë që ndëgjojnë vesht, por ta kuptoj mendja dhe shpirti dhe zemra, që ta sheh me plot kuptimin e fjalës me zemër, ta përjeton se kam kuptu, se kam gabu, të kam hin hak, të kam bë pa drejtësi. E pikërisht, nëse nuk ka mundësi, atëherë duhet lutemi tek Allahu për atë person, të japim sadak për atë person. Ose të njëjtën kohë të gjejmë metodë edhe mënyra për të arritur tek ai nëpërmend ndonjë shoku, miku, dosti, personit në fjalë, mënyrë që ta bindëm personin në fjalë se kjo ka qenë e kaluar, e cila në asnjë rrethon nuk do duhej më përsërit. Pra të marrim dhe hallallikun e personit që kemi. Të marrim edhe hallallikun, ta marrim kërkim falje, edhe kërkim falja edhe këtu, edhe në njëjtën kohë
i sugjeroj telespektatorëve të juaj edhe vëllezërve motrave tona në përgjithësi që ne shqiptarët duhet fjalën të lutëm me fal me përdor pak më shpesh, për shkak se përdorimi i fjalës të lutëm me fal është fjalë e cila ngrit motivacion për personalitetin e besimtarit. Nuk e degradon, por e ngrit autoritetin e tij. Është një prej mundësive të arta dhe të urta me e afirmu kulturën e tonë, të besimit tonë, të fesë tonë, të islamit tonë, se është çështje shumë normale. Ne shpesh herë nashta do t'i bezdisëm tjerë, nashta nuk jemi nuk jemi të kujdesshëm ndaj familjarëve, ndaj bashkëshortëve, ndaj bashkëshortëve, edhe anasjellta se fëmiu ndaj babës, e nanës, e prindrit ndaj fëmijëve, ndaj kojshive, ndaj njerëzve të ngushtë, njerëzve të rrethit më dëgjon, pavarësisht të gjithë kemi nevojë që ta kërkojmë halalin, për shkak se na nuk e dimi a do të takohemi nesër. Edhe e fundit, hoç, duke qenë se në këtë muaj të begat, ku janë momentet veçanta, ku është nata e Kadrit, e cila nuk dihet se cilën moment mund të përkoj, si ta shfrytëzojmë pra këtë mundësi që Zoti na e ka dhënë për të penduar dhe për të bërë më të mirë. Këtë natë, e cila na nuk e dim se cila do të jetë ajo natë, po e dim që është brenda muajit shenjtë Ramazan, ekskluzivisht brenda 10 të fundit, duhet të shtojmë veprat tona të mira. Të insistojmë pastrimin e shpirtave, të zemrave tona, duke kryer obligimet tona e sidomos detyrat vullnetare të cilat Allahu i dën shumë, sikur është namazi taravive, sidomos namazi i natës, lutja, pendimi, istigfari, edhe ta përjetojmë me shpirt, me zemër, edhe t'i lutëm Allahut se shpesh herë ne duhej edhe me i falë ata të tjerët cilët ndoshta edhe nuk e meritojnë sipas këndvështrimit ton, por këtë e bëjmë për hir të Allahut. Sepse njeriu kur e bën këtë për hir të Allahut, e sheh që këtë iniciativë hyjnore që Zoti ka kërkuar prej njeriu me i fal llojin e vet, me fal njerëzit e vet, absolutisht e sheh atë bukurinë dhe madhështinë e shpirtit dhe zemrës. Këtu për shembull, secilin biografi të pejgamberëve tanë, cilët ne i dojmë dhe i respektojmë, veçanti vulës pejgamberisë, e sheh sa bukur është e praktikuar tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka insistuar që besimtarët edhe ta falin njëri tjetrin, sepse do ta meritojnë pastaj faljen hyjnore të Allahut. Ne i lutëm Allahut falna, ana nuk i kemi fal vllazënit ton. Kjo është mangësia e njeriu. Kjo është papjekuria e tij. Kjo ende ka çalim në rrugtimin e tij drejt kënaqësisë Allahut. Shpresoj që ky Ramazan edhe ky agjerem, e ky përkushtim i jonë në rrugën e Allahut të na vetëdijson, të na ndërgjegjëson, të falim edhe ata që nuk e meritojnë. Pra po them sipas këndvështrimeve tona, se ndoshta këndvështrimet tona janë të mangëta dhe nuk ja qellojmë. Për këtë arsye duhet njeriu edhe atë ku nuk e kupton, edhe të njëjtën kohë ndoshta ndonjë rast, edhe nuk ka forcë të zemrës, shpirtit ta fal tjetrin për ta bën për hir të Allahut. Sa faljet e pajtimet ndodhin, edhe pse pala që le ka shkaktu damin, vallahi billahi tallahi nuk e meritojnë, por njerëzit e bojnë për hir të Allahut, sepse atë gacën e cilën e përjeton ai i cili ka me hak ta përjetoj hidhrimin, por nuk e ka me hak ta mbajë në zemrën e tij. E përjeton mungesën e të dashurit vet, e përjeton idhtësinë e zullumit që ka përjetuar për vllaut vet apo për njerit të vet, por kur njeriu fal edhe bën për hir të Allahut, edhe pse tjetri nuk e meriton për me fal, çat gacën e cila po e vlon, po e djeg shpirtin dhe zemrën e tij, ja dorëzon me automatizëm atij i cili e ka shkaktuar. Edhe për këto është çlirim emocional, ndërgjegjësim shumë i madh shpirtënor, edhe një qetësi shumë e madhe e cila e përshkruan intelektin e tij, shpirtin e tij, zemrën e tij, edhe ky njeriu është shumë i madh në sytë e Zotit, e të melekt, e të robërit të Allahut në tokë. Hosh, do të shpërbler për këtë fjalë inkurajuese, këtë fjalë motivuese për të penduar tek Allahu, por dhe për të falur njëri tjetrin dhe për të larguar nga zemra jonë dhe për të pastruar zemrën nga çdo lloj ngarkesë. Zoti shpërbler. Amin ya Rabbi. Ta shfrytëzojmë këtë muaj të shenjtë, në veçantë muajin e shenjtë, në veçantë natën e Kadrit, e cila pa fije dyshimi do të kemi musafir prej Allahut,
Ajo është meleku Gjibril me melek të tjerë, të cilat që ka ardhur në hadith nuk ka sa një pëllëmb e dorës njeriu kur ta hap në hapësira nuk gjendet një melek, të cilët përveç se adhurojnë Allahun, ata na motivojnë neve që mos të dorëzohemi ndaj kërkesës së Allahut për të na liru nga zgjedha e robërisë së xhehenemit. Amin. Dhe Amin. Me këtë dua e mbyllim edhe këtë takim të sotëm, miq, ishin me Hoxhën e nderuar Fatmir Latifi, ku na këshilloi, na orientoi që së pari të pastrojmë zemrën tonë, pastaj të shtojmë devotshmërinë tonë dhe të fokusohemi tek istighfari, veçanërisht në këto ditë, duke kërkuar mbi të gjitha natën e kadër dhe momentet të cilat nuk përsëriten në jetën e njeriu, siç janë momentet e kësaj nate. Zoti shpëlbej për vëmendjen, do të jemi sërish së bashku, kalofshi sa mirë.